Pas smurtajës së baktive në Dibër, shfaqet sëmundja e brucelozës, izolohen 2 familje të zonës. Pas sëmundjes së smurtajës në Dibër, shfaqur edhe sëmundja e brucelozës, janë 2 familje të cilat janë izoluar në njësinë administrative Kastriot dhe Muhër në bashkinë Dibër. Prefekti i qarkut Dibër, Nexhbedin Shehu, tha se situata nuk është alarmante pasi të dyja familjet janë izoluar dhe kanë azgjësuar kafshët shtëpiake të infektuara me virusin Brucella. Sipas prefektit Shehu, për të gjithë anëtarët e këtyre familjeve, por edhe për persona të tjerë që sipas deklarimeve kanë patur kontakte me ta kohët e fundit, janë bërë të gjitha analizat e nevojshme dhe ka nisur kurimi i tyre. Shehu tha se rastet të duken të izoluara, por ju bën apel banorëve të mos neglizhojnë shenjat e sëmundjes. Bruceloza është sëmundje ngjitse shkaktuar nga konsumimi i qumshtit të pasterilizuar dhe mishit të papjekur nga kafshët e infektuara ose nëpërmjet kontaktit të ngushtë me sekrecionet e tyre. Kjo sëmundje shfaqet në forma të ndryshme që nga djersitja, ethe të dridhura, djersitje me erë të keqe, lodhje, gjendje keqe shëndetësore, në përgjithësi humbje oreksi, dhimbje në muskuj dhe kyçe, dhimbje koke, diare, kapslëk dhe të vjella.